أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم فلندروهم برتفال دنديم كركويم قال الله سبحانه وتعالى وذزن رغنتي تدريت نكا كوشا هم درسات سنة لند همبر نكا كوشا وذزن رغنتي تدريت درغويم صلوات محمد عليه الصلاة والسلام. Familjes si të pasur, shokëve ti të ndershëm dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani radh parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk e lut Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arrit tek kapitulli i radhës që Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh trajton një temë që është temë shumë e rëndësishme dhe duhet të kuptohet drejt kjo çështje. Është çështja për mëshirën e Allahut, kuptimi i drejtë i mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Përsa Ibnul Qayyim rahmetullahi alayhi ka përmend këtë çështje në këtë libër, e ka përmend sepse ka plot prej njerëzve si në kohën ti, si në kohën tonë, që konceptin e fjalës mëshira Allahut se kanë kuptu drejt. Disa mendojnë se mëshira Allahut subhanahu wa taala është mëshira Allahut, ajo pa dyshim se ka peshën e vetë, duhet ta besojmë se Allahu është i mëshirshëm dhe mëshira e tij është e madhe. Sikurse vetë që thot Allahu te bareke wa taala në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulli shay. Rahmeti im, mëshira jame ka kaplu çdo gjë. Po nuk bën njeriu mu mbështet vetëm këto dhe me harru dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Po ne besojmë, ne kem apo e ushqejmë vetveten se Allah subhanahu wa taala është mëshirues dhe e kërkojmë mëshirën e tij, po të njëjtën kohë frigohemi dhe dënimit të tij. Se nëse na adhurojmë Allah subhanahu wa taala vetëm se me mëshirën e tij, duke mos ju frigu atij, duke mos ju frigu dënimit të tij, bim ndevjem. Edhe para të Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh e ka trajtuar këtë çështje dhe shqetash si e nis këtë temë dhe thot: "Wa kathirun min al-juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين." Thot Ibnul Qayyim rahimahullah, shumë prej të paditurve, i çun johal, do të paditur. Thot shumë të paditur janë mbështetur tek mëshira e Allahut, falja dhe bujaria e Allahut, në të njëjtën kohë ata shpërdorojnë apo i keqpërdorin, apo i shpërdorojnë urdhat e Allahut te bareke wa taala, ndalimet e tij. Dhe kanë harruar se Allahu subhanahu wa taala është dënues i ashpër, dhe se dënimi i tij është i pakthyeshëm për popullin e padrejt. Për atë thot: "Wa man i'tamada ala afwi mal israri fa huwa kal mu'anid." Thot ai i cili, çish ka thot tash, çfarë fjalë të mëdha thot Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh. Thot ai i cili mbështetet tek falja e Allahut, por ai vazhdon me i bë mëkate Allahu te bareke wa taala, non stop me mëkate i bën Allahu subhanahu wa taala, i ngjashmi thot është me inaçorin, që do të thotë ngul kom në natin e tij. Po, Allahu është falës, është bujar, dhe besimtari duhet ta shpreson mëshirën dhe bujarinë e Allahut subhanahu wa taala, po të njëjtën kohë duhet me shoqëru me ta dhe çka? Frikën se mundet mu dënu. Nuk na e shpresojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, po se prej neve kem, po e dim na sigurt që na godet mëshira e Allahut subhanahu wa taala, i frikojmë se ndoshta Allahu subhanahu wa taala nuk na godet me mëshirën e tij, po mundet me na ndëshku me dënimin e tij. Para se çka thot Ma'ruf al-Karhi, një pi ulemave që ka thonë: "Raja'uka li rahmeti man la tuti'uhu min khudlan wal humq." Thot ti drejtohesh apo ta kërkosh rahmetin, mëshirën e atij
ta shpresosh rahmetin e atij, domethënë rahmetin e Allahut, atij që nuk i bindesh urdhnave të tij. Domethënë në përkohëm urdhnat e tij, kjo është poshtrim dhe idiotësi është. Pastaj çka ka thonë Hasan al-Basri, e përmend fjalën e Hasan al-Basrit, thotë naraka tawil al-buka. Këtash Ibn al-Qayyim na pru shembuj që domek që ta burra, kush e kon Hasan al-Basri? Hasan al-Basri kon një prej ulemave më të mëdhej të zamonit të tij dhe prej ibadetçive më të mëdhej. Ama nuk e ka mashtru Hasan al-Basrin ilmi i tij, dija e tij, devotshmëria e tij, dhe më thonë tash, unë mashallah, kush s'ka pas dëshirë në kohën e Hasan al-Basrit me prezantuar mezhlisin e Hasan al-Basrit, me marr dijen e Hasan al-Basrit, mu shoqëru me Hasan al-Basrin. Na po flasim dashurit e mi, çdo emra që jam të përmend, këto janë emra që Allah subhanahu wa taala ka çuar këtë ymend kësi burra me tregu se këta kanë qenë me të vërtetë, nëse guxojmë me thonë në tek njerëzit pas pejgamberëve, pas sahabeve, ka pas VIP të vërtet, çfarë janë ata VIP të vërtet? Hasan al-Basri është një prej tyre. Hasan al-Basri ka qenë një prej kolosëve të mëdhej dijes. Edhe për njëjtën kohë ka qenë ibadetçi i madh. Ju ka dru Allahu shumë, ju ka dru. Parat sheqe këto thot sa'ala rajulun al-Hasan fa qala ya Aba Sa'id. Para kësaj falem nëse e kalova. Qila lil Hasan naraka tawil al-buka. I kanë thonë Hasan al-Basrit, po të shohim të kaj gjatë po kanë shumë po kanë. A di që ky Hasan al-Basri dashurit e mi, çash i ndishëm më kon përballë fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ja kanë lexuar mezhlisin e tij hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dini hadithin e njohur gjatë që tash po do më përmend, po veç po do më jap isharet për çën hadith o fjala, hadithin që njeriu i afrohet një pllum xhennetit, edhe hyn zjarr. I ka rrot fikt. Fikti ka Hasan al-Basrit. Çiku Hasan al-Basri i kanë thonë po të shohim po çon gjatë. Fa qala akhafu an yatrahani fi an-nar wala yubali. Ka thonë po tutna, po kon frikë se nesër Allahu më gjun në zjarr xhenemit dhe të gajle se ka për atë. La ilaha illa Allah. Këta njerëz që wallahi billahi u dashur dhe mi pasha Allahun i betonan Allah subhanahu wa taala, mos nuk duam me kush kuptu dikush çto fjalë çka do më thonë çtash. Wallahi billahi nuk jam të shpreh modesti. Ç'kjo realiteti jam, kush është në qëtë kalop të emin, mirë se vjen. Wallahi dashur. Edhe motër e nderume, na nuk jena, unë për vetis që jam i qëti kalopi. Hasan al-Basrit. Zoti na folt, na drejtoft, na përmisoft. A di kush janë këta? Këta janë kon ton ditën e gatë kanë kalu me dije, e me ibadet, e ton natën me namaz, e me agjerim ditën, e me xhihad, e me shumë punë të mira apo. Edhe kur i shet gjendjen e tyre në këtë gjendje, nuk po du me ngjall pesimizëm me to, jo. Po kjo realiteti me kuptu çush duhet me jetu njeri si musliman. Se kanë erdhi sot disa prej neve, thush ti vllak ti ka ardhur me leku Xhebraili alayhis salam i ka ardhur ti e xhennet li, mos ja bëj gojën ti kësaj puna u thon. Raja ti vllak në dynjë, bani milionat. S'po them bani milionat, me miliona ndihmon dinin e Zotit inshallah taala. Jo di do gojën më të madhe në dynjë, ka mi bolë 5-6 shtëpia, do kerë të mira, me biznes të mirë, thush ti ky për xhennet, ma kuli ka lel xhennet. Nuk o kriju ky për xhennet. A që kjo realiteti shumë për i neve asë është? Wallahi billahi që tojna pjesërisht dikush ma shumë e dikush ma pak. Ndërsa muslimanët e partë hershëm, salafu salih, prioritet parsor tjetës e kanë pas ahiretin. A di që na dashurit e mi, ndoshta se të proj me këto që ajem të dash me e thonë, me i ndajt veç 5% po thonë. Ahiretit gati që shirim dynjas, shumë më të mirë kishim me konë. Shumë më të mirë. Sa prej neve që atë tërhekin një paralele, sa prej neve mërzitemi kur na nuk e krym punën e biznesit ton në ko, apo mërzitem. Ti me pas për shembull, pesojmë, je agent tregtar, që të lëviz pej qytetit 5 në qytet tjetër. Me bo mu vanun pik mës me shku në ko. A mërzitesh? A i dhohësh po? Plot për neve që shtu janë. Këtë se cilin tash, se cilin dhe t'ja këtën këtë pytje vetës në biznisin e ti, punën e ti. Mërzitëm kur punë të dynjas na ikin. A mërzitesh kur se dalë me falë namazën e sabajt me gjemat. A
apo se ke falë ndonjë namaz pi namazeve me xhamat, apo se ke falë sunnetet, apo të ka ikë një mirësi pi ahiretit, a mërzitesh? A mërzitesh? Wallahi nëse zemra jote nuk mërzitet kur të ikë një mirësi pi mirësive të ahiretit, dije se zemra jote ka të loshe. Zemra jote ka një problem që duhet me ndajt mbas me iron, mbas asaj zemre këtu o virone. Po mërzitesh për rraqet e dynjas, ndërsa për ahiretin që khairun wa abqa, s'po mërzitesh. Apo pe ktheja, te ktheja dhe ata jep edhe një vrejtje vetës dhe rrët por dhe juve. Shpesh herë kush është baballar këto, kush është prind, e din këto. Qa po e thëmë që ta shë dhe me thonë. A na kanë përfundu mësimin që ta shmit tonë. E kanë kry gjëzëtorën e vara, po. Besoj se cilë për neve i kena pytë fmit, ha, babes, që shkallove? Që dhe ishte rezultatit? Me bo me tarë djali, shtash me thonë, Allah, bab, i kom një dysha, se nisha, besoj që se pra, as dysha të pralu së një voli, as dysha shtresa. Pa djetë të djali, Allah, e kom një katër shë e kom, ti mërzitesh. A ki drejt? Po ki drejt mu mërzit. Po, unë e përbëj pyetjen njëjtë, apo mërzitesh që këtë djali jëtë që to 6 muj det, asaj bjenë mësim, s'po di sa është gjyzetuar, nuk ka 6 muj, ma pak se 6 muj, 3 muj e gjysa sa është. A mërzitesh i djali jëtë dhe më thonë, që ka bon këtë gjyzetar? E ka falë sabahin me ku? A ka lexu Kur'an? A i ka falë namazet me ku? Që të du të mi matë punë të vëtonë? Unë e kom thonë, nesër në ditën e kiametit, inshallah s'na ndodh kur kjo neve, nesër mund e fëmijët tonë me na kap për fyti. Me thonë, o bab, ti m'ke ushy, m'ke vesh, m'ke shkollu, m'ke bo shpi, m'ke lo pasurie, ketë mi ki bo. Ama qilësin e gjennetit, bab s'ma ke jep. Namazin s'ma ke mësu, imanin s'ma ke mësu, o bab. Në akiret të dashurit e mi, la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ditën e kiametit thot nuk i bën dobi as kuj, as pasuria e tij, as evlat e tij. I bën dobi çka? Zemra e pastër prej shirkut, prej bidatit, prej gjunaheve, prej kufriateve, zemra e imanit. Nesër ditën e kiametit dashurit e mi nuk i bën dobi robit as gjë tjetër përveç se fjalës la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. A di sa e madhe është fjala la ilaha illallah, para duhet me instalu në zemrat e fëmijëve tonë, familjeve tona. Thot fe yu'ta bi rajulin, vihet ditën e kiametit me një njeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjunahe thot, edhe vihet me gjunahe, me çfarë gjunahe? Vihet thot me libra të gjunaheve, se ditën e kiametit secili ka një libër, edhe kam ju thonë secilit iqra kitabek, lexoj librin tënd. Librin që e ke shkruar ti me dur tuja. Në dynja e kanë herë të përzihet dikush ta merr kemikin, lapsin edhe shkruan në librin tonë, mundet më këndodhi. Ama në ahiret s'ka kështu. Në ahiret je vetë shkruesi i librit, qoftë të mirave apo të këqijave. Iqra kitabek, lexoj librin tonë. Vjen thot nesër ditën e kiametit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një njeri, thot me fletushka me libra, me dul basar, sa shesyni gjunahe. Ja Allah, ja Kerim. Edhe i thot Allahu, thot o rob jam, a kim ndoj të mirë që e ki boti? A kim ndoj të mirë që e ki bo? Thot jare, a robbi s'ka. Thot Allah, ja, thot, këtë ditë nuk të botë, pa adresit. Thot me lojkeve, pruja një bitaken, kënë jetë hadithi bitakës, i karteles, po thëmë, e për këty kështu. Qka ka të shkru me në të kartë? Thot, është të shkru me fjalla, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, që e ka thonë sinqerisht, edhe ka punu me ta. Mësejnë i imani fmive, bëne u ditë dashur, mësejni, bëjni me i mësu, dvegjel të konë, mësaja fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi s'ka ma bukur se fëmijen me marë baba me ullë për vedi e me mësu. S'fa mundë, shpa kiko anëve, po pruna neve këtë qëtundëve, na qëtundëve këna mësim. Qëta këna pasë, për për qëtundës, kësaj qëtundë inshallah ta'ala që ven, këna pruje fëmijen që tu, unë e mirë në me ta. Unë e ta mësaj inshallah ta'ala. Unë kom jam mësu bidhnillahi ta'ala fjallën la ilaha illallah. Unë kom jam mësu fatihan, mos pash koti për ta, unë e mirë në me ta. Dhe me knatësi e bëj me knatësi, edhe kur gjosë kërkoj pite. As mos më respekto, as kur që, veç pruje fëmijen që tu. Para të arsy, t'i frikojmë i Allah subhanahu wa ta'ala. Shishaja, Hasan al-Basri tha, po qaj, tha po të shojmë të kajt gatë,
Tha po kaj se po tut në mgjun Allahun xhehenem, në zjarë edhe se ka gajle atë punë. Pastaj tha, sa'ala rajulun al-Hasan, faqal, ja Aba Sa'id, e pyti tha një njeri, Hasan al-Basrin, dhe i tha, o baba Sa'idit, ka pas emrin djali vet Sa'id, kejfe nasna'u bimajalis aqwamin yukhawwifunana. Tha qa me bu, tha o Ebu Sa'id, me disa njerëz në për me gjlisë për natutin, qëre që ta njerëz veç ju ndrohen emnat, vjem ka njerë, vëlloj mund ka bo, vetë ka bo vakit, ka ordi, hoq, veç përmen gjehenemi, që më të në ti blon, as gjenneti, as gjehenemi, së ndorën teme. Ama, nuk e kom pa hala diko, në për librat e muslimanve të partë hershëm, që i dikush ja ka bo gjematit veç ledit. Mashallah ju ditë biru, mashallah ju koft, që? Jarë tha, tha, Ebu Sa'id, o baba Sa'idit tha, qka është halli me disa njerëz që po na tutin, hatta takadu kulubena të tirë, po na tutin, aq po na tutin sa zemrat po dojnë me na fluturu për i frikës, me na dalë për i gjoksit me fluturu. Qëshka i ka thonë? Wallahi ka thonë, pasha Allah, në betun Allah ka thonë, me shoqëru një popull, i cili të frigon, t'jep frik, tut, është tut, të frigon, deri sa ti gjenë siguri, është më mirë, ka thonë, se me shoqëru një njeri, i cili do më thonë, t'jep siguri, po nesër do më thonë, keme u tut, kur del para Allahut, sëfër. Unë tash pe përkthej këtë fjallën Hasan al-Basrit, pe thonë, që thënë të rëqë, ma mirë e kime gjithë një hoqë, që nën stop të ringatit, të tutjo Allahut, fërgaju Allahut, gjehenemi o kështu, tak përmendim, dhe gjenetin tonë, tutë dhe gjenetin e përmendim, so se përmendim. Ama qëtë, qonë, dhe me falë namazin sabajt, fërgaju Allahut subhanu wa ta'ala, del me falë namazin sabajt me gjemot. Pasha Allahun, që këj hoqë, me dit, në qka po të thirë, në qka po të urdhënën, o kom të me shku mjala me misk, pak është të vërtan. Ama di kur kime marrë vesh të tjedhune, nesër, ndështa sonte, jo se tash nesër, sonte ndështa, sonte mundet me tarë vdekja. Pasha Allahun që është një. Ju betonën Allahun subhanu wa ta'ala, në momentin njeriut, kur ti vjen momentin mja marë shpirtin, melekul mauti, që aty e mërë vesh qfar hoqe e ki pas. To shme di, qfar hoqe e ki pas. Nese e konë mbas atyre që këtë dy njerët ju konë të të malterisot, malter. Veç malter. Jo ndo që si veç pasota. Ajë lajdo shumë, s'ka gojle. Bërë. Ja, këllë kërim. A ti e pronori gjennetit ta? A ju qelësat e gjennetin dorën tonë da? Jo marë hoxha i miru, a i hoxha i miru, që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi s.a.s. Ka thonë Allahu, haram është. A dhe nëse qonë këtë dunjaja kunder. Haram i bet haram, halal i bet halal. El halalu bejin, wal haramu bejin. Ka thonë pejgamberi s.a.s. halal është i qartë, dhe haram është i qartë. Që të zoka në këtë të gjenë hoqë, që pa të thush bre hoqë, si kur sa ditë të me të tonë hoqë, bre, zbut ma. A ka mund si, ka mesele në fej që kanë elasticitet. Ka, e vërtet është. Ka mesele, jo në dusa mesele s'kos. Tash, ty kush që da, a bën, tash, po duhem përmen një mesele që jena, a bën mja uru krishtlindit? Jo, dhe zbut. Billahi zbën, tallahi zbën. Jo ka të dhjo, të tradohet filoni visteki, krejt mu mbledha u tënë. Zbën, me i thonë dikuj për hajrë që të kalinë zoti. Unë e kom thonë, qa kimi i thonë nesër Allahut, kur Allahu thotë, këta më kanë shpifë mu. E ti e ke pranu shpifjen e ti. A e ke lezu në unë që ditë në me të musliman, pasha Allahun, edhe e ndëgjova, kështë dalë e zheru sherifi, tha kanë dalë atë e zheru sherifi, kanë thonë, se me thonë që zban mja uru krishtlindjet, kjo është ekstremizem. Wallahi koftë pasimi i kural një ekstremizem, unë e mburë në qëmë ekstrem. Pe thamë me plët kërënari këra u thamë. Ama janë isi në cilëvaj ka jona, nuk te pranojmë ata si zatë, po pëtojmë respekt, me respektu, po ti që kurse respekton Allahun subhanu wa ta'ala, se respekton zdinin tonë, vëlloj dhe qaj krishteri e di që ti e laraman, kameleonje, e dinaj, e din se aje din se në Kur'anin tonë,
shkruan kul huwallahu ahad, thuaj se Allahu është një. Edhe na kena thonë, po kur gjobes të pengon i dashur jam ty kur ohia im punë me shku mi thonë për hajt që him punë, i kalin një djalë, për hajt kalin djali, që shje shie ki mu sill mirë, mi ndihmu kur ka nevojë, mi ndihmu kur gjot nuk të pengon kjo. Ama jo ndo fundamentet fesë, jo ndo. Çfarë do të thotë dejali, kjo punë dejjallit jo këto, punë shejtanit. Tash dojnë mi tut njerëz, mi thonë, ha, ekstremizëm. Që përdor kjo fjalë ekstremizëm? Ekstremizëm? Allah po tut na që një ditë kanë me na thonë edhe me lexu Kur'anin ekstrem keni mu bo. E besa dhe ty të kanë me janis me thonë mos i thuj kafir, mos gëve me thonë qafir. Që e ne e ma, fa thuj mos besimtar. Allah i ka thonë mëre. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Kanë bo kufar ata që kanë thonë Allahu është një pitrave. Kufar ka bo, kafir, mushrik. Së është kjo edhe ajtë të ty. Edhe ajtë ty të thotë vëllaj bilaj në termat e ti fetara edhe i ka sa dushës i terma. Po Zotin a falte në drejtoft. Pasaj, thot ka të thebet e fi sahihin, është vërtetu, thot në sajën e Bukhariut o Muslimit, hadithi Usam ibn Zejdit, thot semi'tu Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. Thot vihet thot me një njeri në ditën e kiametit, edhe hudhet thot në zjarr. Fatandaliqu aqtabu batnihi. I dalin thot ekramakumullah, Allahu nderoft, zort e barkut ti edhe i pështillen në për trup. Zjarri bohën ato. I pështillen, do të të hudhet në zjarë, ati do t'i dalin të të brendshmet e barkut, që është përshëllëm zorët, do të sillet rreth zjarit si kur se sillet gomari rreth lëmit të ti. Rreth këti njeriu do të sillen edhe banorët e zjarit tjerë. Edhe vinë edhe i thojnë, që shka i thojnë, gjithë ja fulan, ma asabek, o filan, qatë goditi këtë kështu, dhe vek pëse e zjarti. Alam takun ta'murna bil ma'ruf, o të nëhana anil munkar. A nuk na ki urdhnu për të mirë, edhe na ki ndalu për të keqes. Fa e kul kuntu amurukum bil ma'ruf, wala ati, ju urdhnesha me të mirë, juve, a vetë nuk visha me të mirën. Ju ndajsha për të keqes juve, e vetë e bëjsh ato. Allah që kjo është frikë për neve hoxhallarët në radhë parë, po edhe për juve se cilën. Çdo cili që urdhnon të mirë dhe ndalë për të keqes, duhet me kujtu që të hadith. Se jo ndo ka një herë, e sidomos në faktoritet sociale, Allah i bëvë të rabet, kur po nëzehen qaj do me bo me i pathu, ta, mashallah, këta jonë, sallam, kallam, të në ditën a gjerushëm e të në natën du falë. Ama kur del namaz sabahit, sur ku jonë më në këta? Ojnë hun? Ku jonë? Ku falen këta? Qa bojnë këta? Zotin a falë, ja Rabbi. Pastaj e ka përmend hadithin e Ebi Rafi. Që do me thonë njeri, me pas kujdes, do me thonë, mi u frigu, jo, që e ka përmend në hadith, o përmend, a ka për Allah në për zishka. A ka pun më të ndershme, se me qenë punëtor i shtetit musliman me dal me mbledhë zëqatin edhe me prun shtetin islam për mi ndimu të një fukarat e tjera. A ka pun më të ndershme? S'ka pun më të ndershme. Khairukum men, që shka të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri pe juve është ai cili është më i dobishëm për njerëzit. Nuk ka njerë më të mirë se ai njeri i cili është më i dobishëm për njerëzit, që ju bën hizmet njerëzve, i ndihmon njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, khairukum anfa'u lin-nas, më i miri pe juve, më i khairit pe juve është ai cili është më i dobishëm për njerëzve. Ama kjo kur bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala, kur synohet kënaqësia Allahut te baraka wa taala. Shishajat Abi Rafi, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi. فقال أف لك أف لك فأنا ظننت أنه يريدني فقالوم بقي يوم varezat e Medinës ishëm të kalu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kaloi para një vari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, uf për ty koft. Fjala uf e ke pa përdorim edhe na në formën kur përdoret fjala uf, domethën është formë përçmuese. Se më thon, çish pe bën këta? Çish e bën atë punë? Fa uffin leke, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa nuk i fol të vdekurit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka fol shpesh
Edhe kjo kon veçori ku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai Ebi Rafi tha mendova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po më bën diçka mua, i afrova i thash ja Rasulullah mos po kërkon mua diçka, tha jo tha. Lakin hadha qabru fulani, tha kjo vori filanit. E ka përmend me emër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dërgova tha me mbledh zakatin tek familja e filanit, tha galla namiratan, tha e ka vjedh një pollë. E ka marrë zakatin, pas e ka qu zakatin komplet. E ka vjedh tha një pollë. Tha e tash ajo pollë do thot ju ka shëndru këtij zjarr tha dhe ju ka vesh në varrin e tij. O i dashur jam, o Zot, na fala na drejto. Wallahi billahi du të me i këqyr krejt dhe primet e jetës tonë që jem të bo. Disa kanë erë jonë sale, e marë sale, e marë punë, të letë këtë punë. Ja u kanë bo do ma të zi se fu ka hatë. E zë qatin, s'kam nevojën e përoj, e shpërdoj vetu në zë qatin. Ti marë ty zë qatin, me shpërdoj, a i din dispozitat mira. E ka marë këtë punë të letë. Wallahi billahi thej ke Shekh Shenkiti, hafidhullah në Medinë, kam dëgju këta me veshtëmi, thej ke çështja e zakatit është aq e rrezikshme, është kjo është zjarri i xhenemit. Zjarri thej ke duhet me kthyn zjarr. Nëse se kthen zjarrin zjarr, ndryshe të kall. Amanet u mërë kjo? Tash kanë nis, po thom, pasha Allahun, sa ma shumë pa jeton njeri po çuditesh. Kishit nis me hap edhe dhe të thotë dyqan për mbledhjet e zakatit. Dyqan për mbledhjet e zakatit, edhe tani aty Allah e din çfarë bëhet me ato parë. Ne Allah e din ku shkojnë ato parë. Allahu na fal ya Rabbi, na drejtoft. Pastaj tha, ka ardhur hadithi Anas ibn Malik radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përmend këtë argumente se Ibn Qayyimi, unë i kom marrë kom shkurtuar, disa i ka përmend këtu me bë me i marr. Nuk da del jo një des, po në 3-4 desë du të me marrë dhe se cilë mund dalë me komentu qasë shumë ka pru argumente me tërgu se nuk duhet të robi vetëm në mëshirën e Allahut mu mbështet, po du të me u frigu dhe dënimit ti. Qëto këtë hadithe, tekste që kanë ardhë, këto pse janë ardhë? Janë ardhë që na mu frigu, ku ki siguri që ti nesës mund është më konë për tëne? Thot me rartu lejlet e usri e bi ala kaumin të qaradu shifahuhum bi maqarida minan nar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në udhimin tim te Isras dhe Mi'rajit, në Isra, natën e Isras, kalova tha ka një popull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa xhehenemlit tu denun lloj shmëritë të xhenimeve të tyre. Një prej tyre që i ka pa, thot i pash një popull, thot me lajket ja u pritshin gjuhët e tyre me gërshar prej zjarri. Qa pas kanë bo këta? Qa kanë bo? Fa kultu men haula, i thash Gjibrailit, kush janë këta? Kalu khutabau min ahli dunja, këta janë thirsat e mimberave. Khatib i thojnë që hypë mimber që mbanë. Khutabatat që kanë qenë dunja, të cilët kanë urdhëru në punë të mira, edhe kanë haru vetën e vetë kanë haru. Thot, a nuk i kanë, thot, ata, a nuk kanë mend, ata, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po i thot Gjibraili a.s. pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk kanë mend ata? Pasha Allahu, nuk ka bereqet ajo fjalë e cila në start me atë fjalë thënë se asaj fjale nuk e sinon vetën e tij. Wallahi billahi po. Tash kime ndëgju, tash kime pas gjara kimu kur e budherri ka shpërsu, ka thot kisha pas qef më kon pem, la ilaha illallah. Nëse ku dal para Allah, më kon mos më kon njëri. Se pem, çka s'kan llogari para Allah subhanahu wa taala. Ebu Bekr radiallahu anhu atje tjetër e ka thonë fjalën kisha pas dëshirë që më u bë çka, më u bë flet pe fletave me hongër, baktit me hongër autën. Veç pas pse se llogari para Allah do të dohu. Këta njerëz kush ju kanë, çfarë më thonë na? Veç më thonë o Zot falna. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lemma urija bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون اللحم الناس ويقعون في أعراضهم. صايف ريشن ما شاء الله انفوض. فبيغمبري صلى الله عليه وسلم قالوا بطا على كبري مومنت بس إسراس ناطس إسراف
Marartu bi qaumin, kalova ka një popull, të cilët ta kishin thënie të bakrit. Thënie të bakrit, e çka kanë bëma ato thënë? Yakhmishuna wujuhahum, fa I gërvishin fytyrët e veta. I gërvishin gjoksat e tyre. Fa kultu men haula ya Jibril. Kush janë këta o Jibril? Tha këta janë ata të cilët e hajnë mishin e njerëzve. Gibetçit. Zoti na ruaj pi gibetit. Wa yaqauna fi a'radihim, edhe zhyten në nderet e njerëzve. Bro, Zot falna ja Rab. Pasha Allahun, çuditësh me të njerëz kanë rrezon. Ku më apo gjuhën e shoh, o ti vllai dosh, më ka falesh. Po I ringati punëve të mira, këto këtë të mira, po dush mi ndet gati dhe guhes. Ka plot për I neve që e bën namazin, e bën që duhet, e fon ndoshta edhe me xhamat, e lexon Kur'ane, e bën punë të mira, po kur të lëshon këtë vironën, ja Allah. Rruja më rëgjuhën, më sol, e sidomos, o I dashurem, sidomos për njerëz, mos falbe për edhe kur I din 100% që qashtu është mos fal. E lemo kur ti se din avon. Po më merr mendja, ani, po ta merr mendja ty. Come ta merr mendja, çish atë për ditën e Kiametit. Wallahi billahi, secili që fol për njerëz fol. Fol për njerëz avon, zhytet në nderin e njerëzve. Pasha Allah që ka me për ditën e Kiametit. E para mendo, kjo shkon me kategori. Varësisht pi gjendjes personit. Ku Zoti na rujt me bo më kon ai person që ti po flet për to, me qenë ai pevliave të Zotit, me qenë për I dashurve të Allahut, me qenë musliman I mirë, me prekti nderin e ti. Ku për ty? Ku për ty? Basha Allahun, bash po thon ku për ty. Kujdes I dashur I jem me nderin e tjerëve. Pastaj çka ka thonë brej? Çfarë brej? Tash Ibn al-Qayyim na përmend, çto ti përmendi hadith apo? Tash po ta përmend zotërinë e ibadetçive. Njeri që mas mirë ti ka ditë mi boj ibadet Allahut. Njeri që mas mirë ti ka ditë mi lut Allahut. Njeri që mas bukri ka boj ibadet Allahut. Kush? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah I ka zbrit për gëzime, I ka thonë, tu kanë falë gjinohet qka? Të ma parshme, të ardhshme, gjenneti s'ka mu qelë, pa artit e dera e gjennit. Ajo që to këtë virtytet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama që ka bërë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk o mbështet në mëshirën e Allahut veç, po tut, o frigu, thot Safia, atë shumë e kom ndëgju, të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thëjke, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rëtullusi zemrës, forcama zemrën ti me ndinin tënd. Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thaqulna, ja Rasulallah, amanna bik, o bima gjite bih, të kena besu me ato qka ja ardhë, të kem besu ty si pejgamber të Allahut, I kem besu me asaj me qka ke ardhë. Fa hel të khaf alejna, apo tu të shpërne ja Rasulullah. Pra më do, kurat, kush I kanë vetë, Allah I do shumë. Kanë vetë njerëzët më të mirë, shoqërusht më të mirë, pas pejgamberve, pi kreti njerëzimit jonë sahabet. Njerëz më të mirë jo pejgamber, pas pejgamberve, njerëz më të mirë jonë sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për që ta o tut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta do po tut na ka thonë për ju, naam innal quluba baina isba'in min asabi illah yuqallibu kayfa yasha, tha po tut na për ju, tha se zemrat rrotullohen mes dy gishtave të Allahut. Dhe ai rrotullon ato që çdan. Sa për njerëzve të dashurit e mi 20 vjet të konë siratul mustaqim, 30 vjet I ka rshit koma, ka ikë për siratul mustaqimit, e kalon namazin, I kalon punë të mira. Pse? E kam pyet Sheikh bin Bazin rahmetullah alej, kanë thonë, o hoxh, si ka mundësi një njeri që është mustaqim, është në siratul mustaqim, duket të njerëz o duk prej të mirëve, që I kanë dhejt gati fes, si ka mundësi për njerë e lafen, u deviju, e lafen, tha për dy shkaqe, ose se ka falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala,
për begatin e imanit. Allahu dashur se vi për këtyre këtij njerëzve, po thon kushtimit pe borim në Republikën tonë. Për 2 milion njerëzve Allahu ta ka zbut zemrën ty dhe thon amantu billah. E besoj Allahun, e besoj Resulullahin, e besoj ditën e Kiametit, e besoj xhennetin, e besoj zjarrin, e besoj këtë çtu. A është prej mundi që ti e ke jep, apo prej vlerës, apo prej fadiletit Allahu që Allahu ka dashur të ka zgjedhur. Allahu ka dashur. Mos kujto që ti e dhunë që po fal namaz, pe çet kujtësesh dhe ti je më i mirë se ai tjetri jashtë s'po fal. Jo, Allahu ka dashur. Allahu ka dashur. Jo që i kon ti më i përzgjedhur pse i koni filon familjes apo pse keni veçori apo një virtyt tjetër. Jo, Allahu ka dashur. Allahu, veç Allahu ka dashur me të prun xhami. Ty ka dashur atë tjetri s'ka dashur. Ty ka dashur me dhon la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Abdul Mutalibin e Ebu Talibi s'ka dashur me thon. Ebu Mutalibi e ka pa. Ebu Talibi e ka pa Rasulullah s.a.s. Ka sakrifiku për pejgamberin s.a.s. E dini ju në 3 vitet e izolimit ka pranu me hongër gjethe o dashur e mi, veç mos me dorëzu pejgamberin s.a.s. të korrigjet. Ama në fund kër i ka ardhur vdekja i ka thonë ja ammi kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah, s'ka bujt me thonë la ilaha illallah. Pse s'ka dashur Allahu? O mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka zbrit ajeti innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Ka thonë ti nuk udhëzon këndon ti, pa Allahu e udhëzon këndon. E Allahu të ka zgjedhur ty edhe mu, të ka zgjedhur me kon musliman, me kon pej safit, me qenë nën flamurin e Rasulullah s.a.s. Aje ka reflekton te edhe në përballë kësaj përzgjedhje. Aje tu reflektu, me i thonë sikur se me i thonë Allah, ja Rabbi, ti më ke zgjedhur me thonë la ilaha illallah, unë kam qenë një barc i denj i fjalës la ilaha illallah. Aje na të bona që shtu me fjalën la ilaha illallah. Apo ja din vlerën fjalës la ilaha illallah. Allahu na falt ja Rabbi. Allahu na përmirësoft ja Rabbi. Para të dashurit e mi, pejgamberi s.a.s. u frigu, edhe bën të vetë këtë dua dhe në porositi me thonë, ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Mësaj që të lutje. Mësaj. Kur bjen sejdë, thu ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Orë të dhusi zemrave. Forcë zemrën ti me ndihmën tonë. Pasha Allah, me ta forcu Allahut. Edhe me ta drejtu zemrën tonë dhe ka dini Allahut, pasha Allah keme jetu me kërënarin dënja edhe në akhirat bi'idhnillahi ta'ala. Pastaj Ibnul Qayyim dashurit e mi e përmend një hadith tjetër për me tregu do të thot realitetin se në akhirat matën punt me iman. Ti në dënja mund në tyli farë dyrë me kalu dhe në tyli farë do të thotë përthëm kushtimisht në tyli farë gjendje. Mund është me jetu në dynja në begati edhe me qenë njeriu më i begat që në mesin e njerëzve. Ama nëse s'ki pas iman së të bon fajtë e kur gjo për Allah subhanahu wa ta'ala. Qësha thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, thot ju'ta bin en'ami ahli dunja min ahli nar. Vihet në ditën e kiametit thot me një njeri i cili ka qenë njeriu më i përgdhelur, njeriu më i përgdhelur në dynja prej banorëve të zjarrit. Ama në dynja ka qenë më i përgdhelur. Njeriu më në begati që ka jetu. Njeriu të më thonë ma në rahati së mundesh me gjithë njeri më në begati se kë. Sa që me bo me thonë, ti shtash me ti mendja me thonë, unë e në gjo filonin që kretë sendet e dynjasi ka, që këtë që o përmen në hadith ma shumë se qaj filoni ka. Ma shumë se qaj. Thot pejgamberi s.a.s. atëre Allahu te baraka wa ta'ala thot fayuzbagu fin nari sabghaten. Thot meret kë njeri edhe i bohet një zhytje e pa paramenduam. Fjala sabgha nën kupton pe parafroj me përkthy është kur njeriu e lëviz çepallën e syrit ti, shpejtësia e çepallës, a është e shpejtë ajo? Domthonë është e pa çka? E pa paramendueshme. Ja bën thot këtij njeriu më të ledhatuar në dynja që ka qenë, ja bën këtë zhytje në xhehenem. Edhe Allah atëre pyet thot: "Ja abdi, o biri Ademit, hal marra bik?"
Atë ka kalu në dunja ndonjëherë ndonjë begati. Aja kënaq ndonjëherë o robi jam. Aja kënaq. Thot kur ja robi se më kënaq. Kur hiç. Subhanallah. Një zhytje po paramendume në xhehenem po bëj kam i haru këtë kënaqësitë të dunjos. Fejuta bi rajulin akhar, thot vetëm i vjet me një njeri tjetër të lodhëm. Njeri më i lodh në dunja, që i hekum, i mundum. I thot Allahu me lajkeve banja një zhytje po paramendume në xhennet. E pyet Allahu subhanahu wa taala, o robi, thot, a ke hek do herë në dunja? Thot kur ja robi s'kam hek. Subhanallah. Vetëm një zhytje po paramendume në xhennet po bëj ka robi krejt hekme të dunjas me i haru. Pa i që keton për gjithmonë xhennet të dashur dhe mi, Allahu na bof nasib xhennetin. Allahu na bof nasib xhennetin ya rabbel alamin. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam digoj këtë hadith tjetër e ka përmend Ibn Kaimi, edhe për shkurtoj s'kam çare di që kom lon shumë, po me anismi i përmend të shkon deri një orë, po duka për 45 minuta me përfundu. Ama qëto së të gëzoj me te i kalu. Se çfarë shembull e ka pru Ibn Kaimi me kallëzu se që unë pe bëjmë pyetje para se me hin këto. Edhe në kodë mara ka përga pyetje. Kush janë me lajket, kush dinë më kallëzu, çka janë veçoritë me lajkeve? Me çka dallon me lajket për ballë njerëzve, kush e din? Ha? Diçka tjetër. Ha? Se njërë të tema, din mund ndërlidh me temen. Mos vjen dikur me thonë, valla kanë karah shumë me kanë shumë. Me temen, ha? Të që kjo është veçoria me e madhe me lajkeve. La jasun Allah. Si bojnë gjuna Allah. As 100 në sekundë si bojnë gjuna. Edhe i qojnë urnat Allah të në vend krejt, ma dhalik, edhe pse i bojnë urnat e Zotit. Nuk i thejnë urnat e Allahut, nuk bëjnë gjinohe, që është gjendja e me lajkeve. Pejgamberi s.a.s. na përshkruan këtë hadith madh, hadithi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, qala Rasul s.a.s. inni ara ma la taran. Ditet pejgamberi s.a.s. Ky hadith është i gjatë, është pjesë. Unë po mundona me përmbledh me këtë pjesë. Jo ko sahabët dashurit e mi, tu kesh. Jo kon tu kesh. Tu ndajt, po kesh i ka ur pejgamberi s.a.s. I ka pata tu kesh. Ka thënë inni ara ma la taron, unë shosha gjëra ju nuk i shihni. U asma'u ma la tasma'un, edhe dëgjoj gjëra që nuk ndëgjoni. Pastaj tha attat as-sama wa haqqa laha an ta'it. Tha o ka kërset qielli. Që kjo fjala atta në gjuhën arabe i thonë diçka të kur bën me kërcit që kjo. Bile ulemat kur e kanë përkthy me parafru kuptimin e fjalës kanë thonë sikur se deves kur i marrën i lidhen ato rypat, edhe kur ngarkohet me mall, kur lëviz devja që bojnë ato rypat, shojnë zo. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pendëgjoj thot zonin e qiellit, pi ngarkesës, pi çfarë ngarkese? Thot ma min mawdi'in ma fiha mawdi'un 4 asabi illa wa alayhi malakun sajid. Tha nuk ka tha në qiell vend as sa 4 gishta. Dhe me ku i mbush, është mbush qielli thot me lajke, të cilat janë në sejdë. Janë në sejdë, edhe për e madhrojnë Allahun, tha, lau ta'lamuna ma alam, e sikur se ju kishit me dit, ato qka unë e di, le dahiktum qalile, kishit me kesh pak, e kishit me kajt shumë, o ma të ledhëtum bin nisaj ala l-furush, edhe s'kishit me ndik në atësi, në shtratrat e juj, me grat e juja, po kishit me hyp, tha pejgamberi s.a.s. Kishit me dal me hyp në përvendet të larta, edhe kishit me lut Allahun me përullësi. Ebu Dharri transmetuesi këtij hadithi tha, wallahi law dittu anni shajaratun tudad, tha kisha pas dëshirë. Ebu Dharri tha, për frikës ndaj Allahut e ka thonë këtë fjalë, pasha Allahun do të det isha një pemë që pritet edhe shkullën degë të saj. Demek ka po pema, sa do që e bukur këtë, kur të prejti u kimeti. Pse ka thonë Ebu Dharri këtë, ka thonë për frikës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, që e ka pas për përmend edhe një. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë për ditë të dashurit e mi,
Thot Ibn Abbasi, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kayfa an'amu wa sahibu al-qarn qad iltaqama al-qarn wa hanna jabhatahu yasma' mata yu'mar fayunfakh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si të ndi, tha, si të ndi, apo si të shëjoj begatinu, në të kënaqshna me begatit për rreth çka i kom, kur pronari i bririt është fjala për burin, meleku Israfil që e fryn surin, tha, e ka marrë, e ka fru te goja e vetë dhe veç po kthy ka Allahu, po pret urnin kur me e fry ato. Kjo se kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu kënaq me knasit për rreth që i ka pas. I kanë thonë sahabët, e që me thonë ja Rasulullah, ka thonë thuni hasbun Allah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna, thoni na mjafton Allahu, ai është për krasim jon më i miri dhe tek ai mbështetemi. Kjo dashurit e mi ka dhe shumë që ka mu thonë këto, e di që kam lonë shumë qka, po në fund krejt, që që thot Imam Ahmedi, na të regon, para kësaj Ibn Kaimi, e përmen thot rubbama ittekele ba'dul mugtarrina ala ma yara min ni'amillahi fi dunya annahu yughayyira bihi wa yadhunnu anna dhalika min mahabbati Allahi lahu. Wallahi që kjo është e madhe që ai thot Ibn Kaimi. Thot ka disa thot të mashtrum, thot disa të mashtrum, që janë mashtrupi begative që Zoti ja u ka dhuru atyne, janë begati. Edhe ata kujtojnë që këto begati që i kanë si shkak dashurisë që Allahu ata i dënë, ndërsa thot ato begati Allahu ja u ka jep çka mi përshkallëzu derisa t'ju vjen dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Para atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi Uqba ibn Amir, thot idha ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama hu istidraj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e sheh se Allahu o ka jep diçka robit, o t'u jep për të mirave të dunjas, edhe ai vazhdon pasi Allahu po ja jep të mirat të dunjas me gjunohe, po bën gjunohe vazhdimisht, dije se Allahu të përshkallëzuat njëri, domethënë o ka pret vetëm me kop edhe me dënu. Pastaj tha, lexoj ajetin, tha falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alehim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Thot e ata kur e harun ato të cilën u akujtum, ne u hapem aty në dyrt e gjithë çkaje. Ja u hapem dyrt e gjithë çkaje, derisa ata u gëzun me to, ne i morëm pa pritur ato begati për tëre, ata mbeten thatë zhgënjym. Shpejt për komentoj ajetin, shumë shpejt. Dashurit e mi, qëllimi ajetit çka është? Që Allahu që të ka jep ty begati, e madhe begati për ty e mu është imani, ndaj gati imanit. E tani, nisja begati tjera që ka jonë. Nëse nuk i nden gati imanit tëndë, nuk punon me imanin tëndë, nuk punon me urnat e Zotit tëndë, wallahi tut, nëse Allahu po thot këto përmend, thot falamma nasu ma dhukiru bi, pasi që ata e harun ata që ka ne i kemë kujtu me ta. Që na ka kujtu Allahu neve? Imanin, Allah na ka pru në dynja për me besu Allahun, me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse Zotin arrujt 2 minuta, Zotin arrujt vetëm, se që kjo është një për rrezikshmërive që unë e shoh, të plot djemë të ri, që po harojnë, jonë të e haru, se kanë një përgjësi për Allahut. Allahu ta ka jep imanin. Nëse se run imanin tënd, ose Zotin arrujt, imanit tënd janë zënë vendin do një tek tjetër, Allahu ka xhelozi, Allahu është xheloz. Ta merr imanin. Ta merr imanin, vallahi billahi po ta merr Allah subhanahu wa taala imanin. Me bo Zotin arrujt me nxon vend diçka imanit. Me nxon vend. E tash se cilë belil insanu ala nafsi basira, thot Allahu, njeriu është i vetditur rreth çështës ti. Ti e din veten kush je. Ti e din çka je. Ti e din ku të hin uje, ku s'hin uje.
Ti e din veten a je i mirë as je i mirë. Ti e din veten a je rin gati dinit Zotit as rin gati dinit Zotit. Këshur po qëtë diçka para fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Këshur, veç këshur po qëtë. Wallahi ta merë Allah subhanahu wa ta'ala dinin. Ve po me ta marë Allah dinin, wallahi ndukat me fletë në dynjës zbon fajde mo. Parat t'i frigome Allah subhanahu wa ta'ala, mos të mbështetemi, dhe të tëtë në forcat tona, po të mbështetemi në Allahun te bareke wa ta'ala. E ai që i mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton atij. Ti lutemi Allahut që Allahu më na drejtu. Allahu më na bo pe robëve ti të mirë, më na bo pe robëve ti të sinqert, që i nënshtrohemi atij. I kuptojmë urdhnat e tij ashtu qysh ai ka lyp prej neve. Punojmë me urdhnat e tij qysh ai ka lyp prej neve. Para të dashurit e mi, kjo këtë çka u tha, e di që kam lanë edhe shumë çka me thonë, po frigojsha që zgjatet shumë, po stërzatët tema, po aty ka kem qëllu, o përmirësive të Zotit, ku kem gabu, o për e me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammedin, wa ala li tajibin at tahirin.